Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis panceroti të mbushura me mozzarella dhe me salcë. Mbushja mund të jetë sipas dëshirës, unë do t'i mbush me salcë dhe mozzarella, që është për pica, por mund t'i mbushni me çfarë do lloj djathrash ose proshute që ju dëshironi. Por brumi është ky. Atëherë për brumin kam 500 gram miell, kam 300 ml ujë, kam 12 gram maja, kam 20 ml vaj ulliri, kam 1 lugë kafe me sheqer, kam 1 lugë çaj me krip dhe për mbushjen tham unë do përdor salcë dhe mozzarella, por mund të përdorni çfarë lloj gjëje që ju të dëshironi. Atëherë si fillim do shtoj ujin dhe sheqerin. Shtoj ujin dhe sheqerin, ta qasoj pak fare sa të shkrijë sheqeri, do shtoj majan. Majaja me sheqerin vepron shumë mirë, prandaj të parën shtojmë sheqerin. Do shtojmë vajin. Përsëri një trazim shumë të vogël. Dhe avash avash do fillojmë dhe do shtojmë miellin, dhe ndërkohë që do shtojmë miellin, do shtojmë edhe kripën. Duke shtuar, duke trazuar deri në momentin që brumi të fillojë të forcohet dhe pastaj do ta vendosim në tavolinë dhe do ta punojmë me dorë. Do shtoj dhe kripën. Atëherë kam shtuar të gjithë miellin, ka ngelur pothuajse 1 lugë gjelle, por e shikojmë që brumi ka filluar dhe shforcuar dhe piruni nuk e ndihmon dot më që të përzihet. Atëherë tham na ka ngelur edhe shumë pak miell, do ta shtojmë në tavolinë që ta punojmë. Dhe siç e kemi në tavolinë ose në banak, kudo që ju keni mundësi, do ta punoni me dorë, derisa brumi të marrë një formë të njëtrajtshme, të bëhet jo i fortë, po i butë, elastik më saktë. Brumi është gati, nuk do të punohet shumë, nuk ka nevojë që të punohet shumë, është goxha i lehtë dhe përgatitet shumë shpejt. Atëherë ky është brumi, e vendosim në enën që neve kemi. Do ta mbulojmë me membran, me një pecetë dhe do ta mbajmë në vend të ngrohtë për 2 orë. Siç e shikoni, brumi ka dyfishuar vëllimin, ka ardhur shumë mirë. Kanë kaluar 2 orë, do ta nxjerrim nga legeni dhe do ta hedhim në tavolinë, në banak, kudo që ju punoni me brum. Vendosim në tavolinë, nuk ka nevojë të punohet shumë. Shumë pak. Dhe do ta ndajmë. Do ta ndajmë brumin në mënyrë të barabartë. Një top do ta ndajmë 80 gram. Do ta peshojmë. Nëse nuk keni peshore, atëherë me sy pak a shumë. Do ta ndaj gjithë brumin, siç thash, në topa, 80 gram topi, dhe do ta vendos në letër fure. I kam shtuar pak miell dhe do t'i vendosim gjithë topat tek tava, do me thënë që kemi vendosur letrën e furrës. Në këtë mënyrë. Kështu do veprojmë gjithsa punojmë të gjithë brumin dhe të kemi peshuar gjithë, ose të kemi bën pak a shumë të gjitha topat në të njëjtën madhësi. E kam përfunduar të gjithë brumin, e kam bërë në topa, siç e shikoni. Atëherë do ta mbuloj përsëri dhe do ta vendos të rinë në një vend të ngrohtë për gjysmë ore. Kësaj radhe nevojtojmë vetëm 30 minuta dhe jemi në rregull, do ta kemi gati për t'i përgatitur dhe për t'i skuqur. Brumin e kam lënë të ri për gjysmë ore, siç e shikoni kanë ardhur përsëri. Atëherë do fillojmë dhe do t'i hapim. shtrojmë në tavolinë ose në banak ku ju do hapni brumin pak miell.
me petës do ta ndihmojmë të hapet. Pecën e kam të trash, nuk do të pecë si holl. Do hap një petë jo shumë të madhe. Në këtë mënyrë. Në një pjesë do shtrojmë mbushjen, do vendosim në mes salcë sipas dëshirës dhe salcën që ju dëshironi. Nëse keni dëshirë mund të përdorni salcë pikante. Nuk më pëlqen të përdor shumë salcë, prandaj dhe shtoj pak, por është sipas dëshirës. As varet sa qejf e keni. Nëse keni dëshirë mund të përdorni domate, është në dorën tuaj. Atëherë do vendos mozzarellën në një anë, siç e shikoni në një anë përdorim mbushjen. E lyjem të gjithën me salcë dhe në një anë përdorim mbushjen. Dhe në këtë mënyrë i mbyllim. Ose mund të përdorni një pirun dhe ja vendosni sipër që të shtypen anësoret e brumit. E marrim dhe unë kam një tavë. Atëherë kjo është tava, kam shtruar letërfure pak miell sepse do t'i hap të gjitha, do t'i vendos në tavë dhe pastaj do filloj t'i skuq, që mos t'i bëjmë një nga një, sepse do rrim me vrap tek tenxhereja që t'i skuqim dhe pastaj t'i hapim. Do t'i hapim të gjitha, do t'i vendosim në tavë dhe pastaj fillojmë pjesën e skuqjes. Kjo është procedura që do ndjekim. Kam pak miell në tavolinë. Marrim pasta ngjitur, e marrim topin e brumit dhe fillojmë dhe e hapim. Kështu veprojmë sa të mbushim të gjitha. Dhe mbushja thamë sipas dëshirës dhe preferenciale. Sasja që do përdorni, prapë varet në dorën tuaj, nuk është standarde, varet se sa djathë do vendosni apo se sa salcë do vendosni brenda pancerotit. Prandaj dhe nuk është se kam dhënë një sasi, shikoni vetë, ndoshta mund t'ju duhet 200-300 gram djathë, salcë më pak normalisht, se nuk është se do përdorim dhe aq shumë salcë, por thash edhe kjo është preferenciale. Nëse keni dëshirë mund të përdorni dhe domate brenda, po atëherë salcë edhe djatha. Dhe e mbyllim. Kështu do veprojmë me të gjitha, sa të përfundojmë gjithë brumin. Ter pancerotit i kam hapur të gjitha dhe i kam mbushur, do vendos tenxherën në zjarr dhe do shtoj vajin. Atëherë kam vendosur tenxherën në zjarr, unë kam përdorur tenxherë, mund të përdorni tigan, çdo lloj jene që ju keni, por duhet jetë pak e thellë sepse panceronit duan që të skuqen në shumë vaj. Do shtoni vajin, sasinë gjithmonë tham do ta shikoni sipas enës që ju do përdorni. Pasi të jetë nxehur vaj, atëherë do shtojmë panceronin. Do t'i shtojmë një nga një, tham gjithmonë varet sipas enës, nëse keni një enë të madhe, ju dhe ju zë 2-3 nuk ka problem fare. E shtojmë në vaj të nxehtë dhe do ta ndihmojmë nga të dy anë duke i shtuar vaj sipër që të piqet njëkohësisht. Në këtë mënyrë. Vaj tham duhet jetë i nxehtë, po jo të jetë i djegur, i përvoluar që të lëshoj tym. Nëse shikojmë që vaji fillon lëshon tym dhe mbi nxehet, atëherë e heqim 5 minuta nga zjarri dhe pastaj e rivendosim. Siç e shikoni, ndërkohë që i shtojmë vaj sipër, ajo fillon dhe fryhet. Kjo është mënyra e skuqjes së panceronit. Vazhdimisht do të shtojmë vaj sipër, deri në momentin që të marrë ngjyrën që ne dëshirojmë. Atëherë është skuqur panceroni, është gati, e nxjerrim me një enë kulles nga vaji për ta ndihmuar që të heqim vajin e tepërt dhe vendosim në një pjatë ku kemi vendosur letër kuzhine për të thithur vajrat e tepërta. Dhe kështu do vazhdojmë dhe do t'i skuqim gjitha me radhë.
Ky është panzeroti I fundit, e heqim dhe I kemi gati për t'i serviruar. Panzerotit kanë përfunduar, janë gati, provojni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.